kam bërë një jetë këtë rukje për të gjithë fëmijët anë mban botës, që t'u sjell paqe, dashuri, siguri, pastrim dhe shërim nga çdo energji e keqe apo syri keq. Kjo është një dhuratë nga Allahu përmes meje për Bajram për të gjithë fëmijët që do ta dëgjojnë këtë rukje. Pranoj këtë dhuratë nga Allahu me zemër të hapur dhe me besim të plot se kjo rukje do të largoj çdo të keqe dhe të sjell dritë, paqe dhe dashuri. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kërkoj mbrojtjen e fytyrës së Allahut të Madhërisëm, nga i cili nuk ka asgjë të madhe, dhe kërkoj mbrojtjen e fjalëve të përsosura të Allahut, të cilët nuk i tejkalon dot asnjë i mirë dhe asnjë i lig, dhe kërkoj mbrojtjen e emrave të bukur të Allahut, të emrave që i di dhe të emrave që nuk i di. Nga e keqja gjithçka që ka krijuar, ka përhapur dhe ka formuar ai. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit, e kam bërë një jetë të fryt ty dhe kërkoj ndihmën dhe mbrojtjen e Allahut për ty. Me emrin e Allahut i largojmë dhe i zhdukim çdo ndikim të keq, çdo sy të keq, çdo fjalë të keqe që të është thënë ty. Bismillah, tani mbylli syt sa emre vogël dhe lejo që mendimet e tua të qetësohen. Kujto se Allahu është këtu me ty, engjëjt janë këtu me ty, unë jam këtu me ty. Ti kur si e vetëm, ti je në duar të sigurta, dhe Zoti më udhëzoi mua sot të fry ty, që ti të ndihesh i qetë, rehat, e të kesh një gjumë të thellë e të rehatshëm, që kur të ngrihesh në mëngjes ti jesh plot energji, plot pozitivitet, plot fuqi. Ti je shumë i dashur dhe i mbrojtur nga i madhi Zot dhe engjëjt, dhe prandaj ai më dërgoi mua të të them ty këto fjalë. Kujto që Zoti të do dhe të mbron gjithmonë, dhe se ti je i vlefshëm, i zgjuar dhe i dashur dhe i veçantë. Mbylli syt, shpirti vogël, dhe merr një frym ngadalë dhe kujto kush je. Kujto kush je. Kujto sa i vlefshëm dhe sa i dashur je. Kujto se ti je një dhuratë e çmuar nga Zoti. Ti je një dritë, një yll që ndriçon qiellin, që Allahu e ka zbrit poshtë në tokë për një qëllim të madh. Kujto kush ishe kur u krijove për herë të parë. Kujto madhështinë tënde. Kujto shkëlqimin tënd. Kur ishe një grimc e pastër, e vogël, e dritës hyjnore. Kujto dashurinë që të rrethonte kur u krijove. Ti ishe një yll i vogël që ndriçonte fort. Allahu po të thot kujtohu. Merr fuqinë që të ka dhënë Allahu, me çdo fije të mendjes tënde, me çdo qelisë të qenjes tënde, dhe mos lejo askush të bëjë të ndihesh i dobët. Ti je i fortë dhe i fuqishëm me ndihmën e Allahut. Unë tani po të mbush me dritën e Allahut, me pasionin tënd për jetën, po të mbush zemrën me dashurinë e pakushtëzuar të Allahut, aq të ndritshme sa që asgjë dhe askush nuk mundet të bëjë të ndihesh sikur nuk ke vlerë. Asgjë dhe askush nuk mundet të bëjë të ndihesh sikur nuk je i dashur. Sepse ti je një shpirt i bukur i krijuar nga Allahu, me vlerë të madhe. Ti je si një diamant i vlefshëm, ylli më i ndritshëm në univers. Ti je i dashur pa kushte. Ti ke inteligjencën, ti ke dritën e Zotit. Dhe kur do të rritesh, ti do të krijosh gjëra të mëdha që kur të tjerët si kanë parë, as imagjinuar. Ti mund të jesh gjithçka që ti dëshiron. Ti ke fuqinë të arrish majet e larta, ti
ti ke fuqin të arrish paqen e brendshme. Kujtoju kush je, shpirti vogël. Unë jam këtu për të ndihmuar. Dhe tani me ndihmën e Allahut, ne do të largojmë dhe do të zhdukim krejt ato energjia, krejt ato fjalë të këqija, krejt ndikimet e lika që të tjerët ti kanë dhënë e ti kanë thënë. Ata s'janë e drejta jote ti mbash në zemër ose në kry. Ne tash në emrin e Allahut i largojmë. Mbaj sytë mbyll dhe merr edhe një frym ngadalë. Bismillah, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirbërësit, e kam bërë një jetë të fry ty dhe kërkoj ndihmën dhe mbrojtjen e Allahut për ty. Me emrin e Allahut i largojmë dhe i zhdukim çdo ndikim të keq, çdo sy të keq, çdo fjalë të keqe që të është thënë ty. Bismillah, i largojmë nga ty. Bismillah, i zhdukim nga ty. Bismillah, i pastrojmë nga ty. Bismillah, unë tani të mbush me dritën e Allahut. Bismillah, unë tani të mbush me dashurinë e Allahut. Bismillah, unë tani të mbush me fuqinë e Allahut. Ndje këtë energji të mirë që të rrethon tani. Aty ku je shtrirë dhe përgatitesh për gjumë, ndje si kjo dritë hyjnore të përqafon dhe të mbush me dashurinë e tij. Ndje praninë e engjujve të tu mbrojtës që Allahu i ka dërguar posaçërisht për të ruajtur dhe të udhëzuar ty çdo ditë. Merri këto fjalë me vete kudo që të shkosh. Me emrin e Allahut lejo që këto fjalë të deportojnë në ndërgjegjen tënde dhe ta mbushin shpirtin tënd me siguri dhe paqe. Bismillah, ti je gjithmonë i mbrojtur. Bismillah, ti je gjithmonë i mbrojtur. Bismillah, ti je gjithmonë i mbrojtur. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, po kërkoj ndihmën tënde për këtë fëmijë që e dëgjon këtë rukje. Por kërkoj që ti, o Allah, të shërosh shpirtin dhe trupin e këtij fëmiu dhe të mbrosh nga çdo e keqe që mund të vijë në drejtim të tij, nga çdo syri i keq apo nga çdo ndikim i keq. O Allah, ti je mbrojtësi më i mirë, por kërkoj mbrojtjen tënde nga çdo sy i keq dhe çdo ndikim i keq. Ruaj këtë fëmijë dhe dërgo engjujt e tu më të mirë mbrojtës ta ruaj këtë fëmijë nga çdo dëm që mund të vijë nga zilia dhe nga çdo ndikim i keq i të tjerëve. Dhe të lutem, o Allah, të mos lejosh që askush t'i thot një fjalë të keqe këtij fëmiu, as ta lëndoj e as ta sulmoj. Nëse dikush i bën padrejtësi, unë të kërkoj që ti të hakmerresh në emrin e tij që ky fëmijë të rrijë qetë dhe i drejtë. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirëporësit e kam bën një të bëj rukje mbi ty për të të pastruar nga çdo gjë që të shqetëson, nga çdo ndikim i keq, nga çdo syri i keq, çdo smundje dhe nga çdo gjë e dëmshme. Allahu do të shëroj, Allahu do të pastroj, Allahu do të mbroj dhe me emrin e Allahut unë kam bën një të bëj rukje mbi ty. Kërkoj strehimin në fjalët e përsosura të Allahut nga e keqja e asaj që të ka gjetur ty. Kërkoj Allahut të të bëj të shëndetshëm në trupin tënd, të të ruaj dëgjimin tënd, të të ruaj shikimin tënd. Nuk ka të adhuruar tjetër të dejmë përveç ti. Me emrin e Allahut të mjaftueshëm, me emrin e Allahut shërues, me emrin e Allahut falës, mëshirbërës, me emrin e Allahut favorbërës, bujar, o mbrojtës, o i plot fuqishëm, o shok, o mik, o ja shafi, shëroje këtë fëmijë dhe mbroje nga çdo ndikim i lik. Amin. O Allah el Mumin, ruajtësi besimit tek ti kthehemi në çastet e ankthit, qetësoj zemrën e këtij fëmiu, o Er Rahman, mëshiruesi pafund dhe dhuroj qetësinë që vjen nga ti. O Allah el Melik, sundimtari i gjithësisë, kërkoj strehim në mëshirën tënde të pakufishme nga shqetësimet që e rëndojnë këtë fëmijë.
O Allah e Rahman, mëshiruesi i madh, kërkoj shërimin tënd hyjnor për ankthin që e rëndon zemrën e këtij fëmiu. O e Shafi, shëruesi, dhuroj paqe të brendshme këtij fëmiu, qetësi dhe forcë për të kapërcyer këto shqetësime. Ndriçoje rrugën e këtij fëmiu me dritën tënde, o e nur, drita dhe mbështjellë këtë fëmijë me dritën dhe përqafimin tënd ngushëllues. Amin. O Allah, vetëm tek ti kthehemi për shërim dhe ndihmë, zëvendësoj të gjithë shqetësimet këtij fëmiu me sigurinë dhe mbështetjen tënde. Amin. Me emrin e Allahut po të fry. Me emrin e Allahut po të fry. Me emrin e Allahut shërojmë dhe zëvendësojmë të gjithë smundjet, të gjithë shqetësimet e këtij fëmiu me siguri e dashuri. Me emrin e Allahut shërojmë dhe zëvendësojmë të gjithë smundjet, të gjithë shqetësimet e këtij fëmiu me siguri dhe dashuri. Me emrin e Allahut shërojmë dhe zëvendësojmë të gjithë smundjet, të gjithë shqetësimet e këtij fëmiu me siguri dhe dashuri. Amin. Kërkoj mbrojtjen e fytyrës së Allahut bujar dhe fjalëve të tij të përsosura, të cilët nuk i kalon dot asnjë i mirë dhe asnjë i lik, nga e keqja e çdo gjëje që zbret prej qiellit dhe nga e keqja e çdo gjëje që ngjitet në të, nga e keqja e çdo gjëje që ai ka krijuar në tokë dhe nga e keqja e çdo gjëje që del nga ajo. O gjithëmëshirshmi, kërkoj mbrojtje nga trazirat e natës si dhe ditës, si dhe nga dodhitë e natës, përveç asaj ndodhie që është e mbarë. Kërkoj mbrojtje në madhështinë dhe fuqinë e Allahut nga e keqja e asaj që ti po përjeton dhe nga ajo që i trembesh. Kërkoj mbrojtje për ty te Zoti i tokës dhe Zoti i qiellit. Kërkoj mbrojtje për ty tek ai me emrin e të cilët asnjë smundje nuk sjell dëm. Kërkoj mbrojtje me emrat e Allahut El Shafi, shëruesi, El Hafiz, mbrojtësi, dhe El Kafi, i fuqishmi. Kërkoj mbrojtje për ty tek ai emri të cilët është paqja dhe shërim. Esselam, o Allah furnizuesi i njerëzimit, largoj sy tek qi dhe energjia tek qia për këtij fëmiu. Amin. Me emrin e Allahut shërues kërkoj shërim dhe largimin e smundjes nga ty. Amin. O Allah, ti je ai që shëron, ti je shëruesi më i mirë, ti je mbrojtësi më i mirë. Nuk ka shërim përveç shërimit tënd. Kërkoj që ti të japësh një shërim që nuk le asnjë smundje pas. Kërkoj Allahut të madhërisëm, Zotit të frontit të madhërisëm, të shëroj dhe të pastroj ty nga çdo ndikim i keq, nga çdo syri i keq, o dhuruesi i shërimit dhe larguesi i syrit të keq dhe smundjeve. Kërkoj që Allahu të zbresë shërim për ty. Amin. O Allah, mbroje këtë fëmijë përmes Islamit kur qëndron, mbroje këtë fëmijë përmes Islamit kur ulet, mbroje këtë fëmijë përmes Islamit kur fle. Mos i jep mundësi syrit të keq xhelos ta dëmtoj. O Allah, të kërkoj çdo të mirë dhe sarët e secilës ti i ke në dorë, dhe mbroje këtë fëmijë nga çdo e keqje dhe sarët e secilës ti i ke në dorë. Kërkoj mbrojtje për ty në fjalët e përsosura të Allahut, nga çdo gjallë, nga çdo kafshë e egër, nga çdo smundje e keqe dhe nga çdo sy i keq e ziliqar. Me emrin e Allahut të madhërisëm dhe me madhështinë e frontit të tij dhe me fuqinë e tij mbi çdo gjë, kërkoj mbrojtje tek Allahu i madhërisëm për ty dhe me madhështinë e frontit të tij dhe me fuqinë e tij të mbrojë dhe të shërojë nga e keqja e asaj që ndjen. Me emrin e Allahut po të fryj. Me emrin e Allahut po të fryj. Me emrin e Allahut po të fryj. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëbërësit, lavdia është e Allahut, Zotit të botrave, të gjithë mëshirshmit, mëshirëbërësit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë, o Allah, dhe vetëm prej te ndihmë kërkojmë. Udhëzoh këtë fëmijë në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që i begatove më të mira, jo në rrugën e atyre që hoqën zemrimin, as në atyre që humben veten. Amin. Me emrin e Allahut po të fryj. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëbërësit, ai Allahu është një, Allahu është ai që çdo kush i mbështetet për çdo nevojë. Ai as nuk ka lindur kë dhe as nuk është i lindur dhe atij as kush nuk është i barabartë. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç atij. Ai është mbikëqyrësi i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë kotja as gjumi. Gjithçka ka në qiell dhe në tokë është vetëm atij. Askush nuk mund të ndërmjetësoj tek ai përveç me lejen e tij. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, të tjerët din vetëm aq sa ai ka dëshiruar. Kursia e tij përfshin qiell dhe tokën, kurse kujdesi i tij ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi. Amin.
Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mbështetem të ty, o Zoti i agimit, prej dëmit të çdo krijese që ti e krijove, dhe për errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe për dëmit të atyre që lidhin dhe fryen nyja, dhe për dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron. Mbështetem mbrohem me ty, o Zoti i njerëzve, sunduesi njerëzve, adhuruari njerëzve, për të keqes së qyshit që fshihet, i cili bën çytje në zemrat e njerëzve, qoftë qytësi nga xhinët apo nga njerëzit. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, kërkoj strehim në lavdin dhe mashtrin e Allahut nga e keqja e syrit të keq, nga njeriu gjindat po shejtanit, dhe në emrin e Allahut po të fryj ty. Allahu të pastroft, Allahu të shëroft, Allahu të largoft çdo ndikim të keq, çdo sy të keq. Allahu të dhash qetësi, Allahu të mbush me dashuri, Allahu të mbush me dritën e tij, Allahu të mbush me lumturi, Allahu të mbush me paqe të mbrëmshme, Allahu të dhash gjumë rahat e pushim. Amin. Dhe me emrin e Allahut po të fryj. Me emrin e Allahut po të fryj. Me emrin e Allahut po të fryj. Gjumë rahat e pushim, zemër e vogël, shpirt i vogël, dije se ti je i dashur, i mbrojtur dhe je në durt e sigurta. Ti je në mbrojtjen e Allahut gjithmonë. Allah, ty të takon lavdrimi, ti je shëruesi më i mirë, ti je mbrojtësi më i mirë. Të lutem shëroje dhe bekoje këtë fëmijë, duke i dhuruar shërim të plot, bekime pa kufi, gjumë rahat e pushim, paqe të mbrëmshme, e lumturi në jetë. Amin ya Rabbi Ali. Dhe me emrin e Allahut po të fryj. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ty, o shpirti bukur. Gjumë rahat